Dosat përshëndetje, shpresoj që të keni një ditë të mirë. Para disa ditëve e pash që shumë njerëz janë tu kçyr çto Big Brother, çto senet. Unë kurse kum kçyr. As nuk ka interesu, në ka të drejtën. Kur po shkoj në Kosovë, gjithë po shoh me njerëz kur po ulna, gati 90% apo 95% prej njerëzve janë tu folë që kështu që ka bo, që ky ka vjedh këto, që ky e ka bleni bani, që ky ashtu, që ky kështu. Janë nisë edhe problemet e veta, do me thonë, mi kalzu. Nuk mund është, do me thonë, intelektual, shumë pak njerëz po muj me gjetë, me kalzu. Ka, do njerëz sa janë interesant, ka, veç shumë rallë. Po du me ju sugjeru disa libra që mundeni me lexu, vend se me këshyr që ato filmat, vend se me bo muhabetin ati këti, më merr mendja që edhe ju keni me pas një jetë shumë më mirë me çto librat. Tash e kum kategorizu librat. Nuk po du shumë gjatë me majt këtë farë videon, po du sa më shpejt du me thonë me ju kry edhe që ju keni do me thonë kohë për me këshyr, nëse do një me bli. Bonini këto investimet. Mos harroni këto investimet janë shumë rëndësishëm. Mas gjeneratës tjetër mundeni me dhonë këto investimet. Shumë sa një mirë është. Unë vetë jam të bo, edhe ju mundeni me bo. Pianisi. Numër 1. Këtë libren gjdo fëmi, edhe kush ka moshë edhe ata mujnë do me thonë me lecu, kallzon pak metafor, po shumë sene interesant, ju kallzon edhe do fjalt, habituni, ju me që ato fjalt në tru. Çka po do me thonë këto? Shumë sene interesant, do me thonë shumë interesant ju vjen ato fjallorja e librit, do me thonë që është. Numër 1, Princi i Vogël, Antoine Exupéry. Numër 2, ma shumë për femna, edhe 2 libër, po du me ju sugjeru. Librën e parë ma shumë femnat mujnë me lexu, Letra e Milenës, apo Letra Milenës, ka Franz Kafka. E dini Franz Kafka, para se me dekja ka dhonë krejt ato letrat, apo ato shkrimet që ka shkrujt shoket vetë, ka thonë këqërk maje ti, mëse jep kërkujt, po shoki vetë mas disa kohë, peqet do me thonë ku kam do këtë gazetar, nëse nuk gaboj. Edhe ka qitë krejt ato letrat, tash janë të shtyp, do me thonë ato letrat, e kam bo si liber. Nuk më pëlqen që shumë Franz Kafka, po janë do librat që më pëlqen. Po tash që kom e kallzu, ky libër, shkrimtarin shumë kom qef. Shumë është diqysh, kur lexoj bona edhe unë agresiv, se kallzon edhe pak pa drejtsin, pak. E dini për kon, jam të fol, maestro, Dostojevski. Prej Dostojevskit, nëse doni me janis me lexu, kisha sugjeru me nis me këtë libër, Notat e bardha. I kallzon 6 nota, mos gabofsha 6 nota, me një femën që e kam pas du me thonë dialogu. Më merr mendje që shumë ju pëlqen, shumë realist qysh, po ky nuk është shkrimtar për mu, psikolog është, edhe numër 1 është. Hiq s'ka nevoj du me thonë me diskutu për këtë sen. Për mu, kam fjallën. Edhe, numër 3, apo kategoria 3, apo numër 4 prej librave, Ferma kafshëve, nga George Orwell. Nëse doni, me ditë qysh është politika, vetëvendosje, AK, PDK, LDK, sti hamam kë, qka është, pa e marë parasysh, krejt këto senet mundeni me lexu, me pa këto. Kur vjen fuqi të një partia,
kur vjen fuqi te një njeri, çka bën? Krej këto senet me sinonime ju kanë kallëzu. Vetë sinonimin e kanë bo prej kafshve. Me lexu, keni me thonë, po, valla qashtu, mira ka George Orwell. Sugjeroj që ata me lexu mirë, nëse mendoni do me thonë qysh ecë politika. Kategoria 4, kohën e komunizmit, i kallëzon. Qikaq, shumë hollë është, po mu më ka marrë gati 3-4 ditë deri sa lexova. Po, ferma kafshve, më fal, shumë shpejt lexova. Qikaq, për një ditë e gjys, gati nështë 2 ditë. Se shumë shpejt po lexon, çka ka më ndodh, edhe po lexon edhe qa po di, mu shumë shpejt më ka kalu, po pavilioni numër 6 nga Anton Chekhov, pak vështirë, ecke. Shqipnin, Rusin, Jugoslavin, Kosovën, Macedonin, Malin e Zi, qdo kun, ku kon komunizmi, po ju kallëzon. Unë vetë nuk kom përjetu, po baba jem, gjyshja jem, tjerë do me thonë që jënë konë gjithashtu edhe juve. Lexoni njerë, edhe diskutoni. Thuj, bab, u kombe që shtu këqër që apo kallëzon këtu që shukon Rusis, do me thonë kone komunizmit në Rusia. U konë që ashtu të edhe të në? Keni me një komente që kanë me thonë. Veç kallëzot që shka ndodhë. Apo lexoni bashkë, apo ti njerë lexo, jepja ati, a i në të lexon, tani diskutoni. Mu shumë më ka pëlqy. Numër 5, apo kategoria 5, apo libri 6. Këtë libër. Me këtë libër e kanë marrë Nobel. Para disa muj. Perfekt. Historin po kallëzon. Ekonomin po kallëzon. Tradhtin po kallëzon. Do me thonë, qka dushki? Ka kallëzu pjesë për pjesë. Një pjesë e ka marrë prej Anglisë, tjetër pjesë e ka marrë prej Spanjës, një pjesë e ka marrë prej Amerikës, një pjesë e ka marrë prej Argentinës, një prej Perus, një prej Vietnamit, krejt historinë, do me thonë, jo krejt, po kapak, shumë mirë, do me thonë që ka unë, po, ta shkrimtare këtu, po pytë, qysh bëhet ekonomia ma mirë? A bëhet prej kohës, nëse është koha ma nxehtë, ma keq është ekonomia, s'ka ashtu diçka. Nëse është pra njerëz ma meqëm, nështë aty, jo, asë ashtu diçka s'ka. Po, çka është? Krejt ato senet keni me pat në qatë liber. Për shembull shkruj ke IQ, sa ma lartë është IQ-ja, qaq ma mire merë do me thonë një punëtori, rogë. Po, se në Finland, sa ma shumë, kanë këqyrë dhe në Finland, sa ma shumë është IQ-ja, qaq ma shumë janë të marë rogë, sa ma pak IQ-ja, ma pak janë të marë rogë, mesatërisht. Puna është qashtu, cili liber është, pse kombët dështojnë, nga Daron Acemoglu. 100% duhet do me thonë qdo politikan me lexu këtë liber, qdo kush që ka qef politikën, apo që hiq nuk e ka qef politikën, po qysh po ecë kjo sistemi me pa, duhet me lexu. Nëse ki qef pak historin me di qysh u konë, për shembull kallëzoj ke që kanë shku Spanjolt në Amerikë, që e kanë mytë qatë shumë njerës, pse e kanë mytë? Qa u konë pyetja? Mas se kanë ardhur me thonë apet në Spanje, pse momentarisht Spanja nuk është më pasanik, si u konë? Krejt këto senet po ju kallëzon. Më merë me që ju pëlqen. Pak nashta ju ku marë kohën, po inshallah ju pëlqen, shpresoj që ju pëlqen. Faleminderit shumë që më keni dëgjuar. Ditën e mirë, natën e mirë, tonë këto.